O ti njere, a ke menu që ka menojnë kjo rrethina jonë që ti tu punu ka e prapta? E veçoni djatë të vërteta. Oj, gru, e di që soj kom nisu në këto pun, e nuk i kom shtina për vesh shka kanë me menu njerës, e shka thojnë rrethi për mu. Une këtë pun e kom nis me emën Zotit, ja kom dhonë fjallën Zotit për këtë pun. Në rregull, veç dje që ja ka nis fjallë të liga me dollë. Ajt be gru më së bon marak se fjallët e holkut edhe birat e gardhet suni kam shel kërkush. E asna suni mshelmi. Po veç unë e punin aran. Besëm qaq fjallë trona janë të full, sa që po më vjen zërë dhe ty me t'i thonë. Po as që du me një i gru. Po nisen dije që nesërën e me dek ketë kryetarët e ketë këtyne bashkësive etnike kanë më konë vërën temin. Po mës javë në veshin shumë e mës u bon marak për këto. O burë, unë e di, edhe po të besoj. Po unë si gru, ranjëm të përjetu që të sen. Ska. A di veç deka i varë. Që rikina për kafe, në për akidja, në për hotele. Po, e ka shkatru alkoholi ato, o, driton. Po jo alkohol, po me mdu këta drogi kish pas fukta ju. S'ka pun. Fliqa s'ka boj. Krejt njerëz e kanë po, o, driton. Dojt i iske. Po, e s'ka, me thonë drejte, na i qyshi ka lipe ka gjithë, para me na, me deka në dhe si qenë deka. Apo shkej me e po, hajq. Ku keme shkoj, ka keme po, ja vetë se ka dasht. Kujta keme shprej kushme. S'ki fajt, edhe ti s'ki fajt. Valla i ka pështu edhe shpjes vetë, i ka ratu. Ja kur ta lispik. E shëq, leme që të reva, a që më ka i bilë? Pa ta prishi me unë e ti. Kamajer. Vanis, qa të me shku ka shpija artanë me prasë gjëna? I pa, vallaj, duhet me shku. Më dhem ti. Se edhe unë e kom një, vile gjëna i kishtë në 2 fëmi, një 4 vjetë, një 2 vjetë. Që të folme. Po, vallaj, kishë me shku me vejta, duhet. Qka thame, sulma, qka ka pasë? Po, be, i ngraf të pinë gjami, të ta kishë marë sulme, kishë ndru jetë. S'di që të thamë, vallaj, gjëna më ka dhimë shumë se kom pasë si shok. E je njofë mirë ti matë? Jam një, vallaj, edhe shpije një dy ka. Veç këtë vesh, në? E pa, hajde edhe unë të vesh, ta bënë me mëse e shkena. E pa, hajde, ta bëni telefonën. Po, hajde. A u mërzit të mutër? Apo bëni sabër? Valloj shumë.
Po ma e keqja është që kërkush s'po na i qel derën e s'po don kërkush me marr pjesë në varrim. Motër, Zoti ju përcoft juve, e sa për çështjen e varrimit, ne dhe mana për sipër. A e keni njoft ju burrin tam? Po, unë e kum njoft. Bile, siguraj më s'ka më ardhë në këtë rrethin, me ato veprat që i ka la. Dullo, mas jene edhe këtu, ndoshta pak, nuk është momenti, po, a ka mundësi me vlla dhe mu me më kallëzu për merhumin se çfarë vepre ka bo, çka ka lënë mas? Pse mos me marr pjesë rrethina në varrim? Po, kryetar, pa, unë e kum përcjell disa herët më pa, po, për këtë rast, ma mirë, kjo motër e nderuar ne ta tregoj ma mirë, ajo e di ma sakt. Po ngane, tash mas i po më vetne, po ju tregoj. Shka një të vodjem? More do të mjë orë. A e din babat e ju ku jeni jo që tashtë? Qysh më t'jem të ri? Ven që më konë për mi libra që tashtë ju të mësu. A qështu me alkohol të një me që venin për para? More ju kuft. Edhe hesni për këtu i në shpe, kur mon këtë gjendje me si shë. Lene aty. Pisat e njerë, hajtë shpe. Shumë faleminderit, motër. Ngotë dhe. Shkon. Edhe kretë kësoj nahis ju ban të fala. Ju thu. Pa tjetër me marë pjesë në ceremonin e varrimit. Thuju krijetari ka thonë se aty në varrim kena me tregu kretë vërtetën se kush ishtë pra, ky merhum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين
Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Falenderimet dhe lavdërimet tona i takojnë Allahut fuqiplot, krijuesit të gjithësisë, gjykatësit suprem. Paqeja dhe bekimet e përhershme qofshin mbi më të zgjedhurin e njerëzisë, vullën e pejgamberisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Na mundësoj Allahu i lartësuar që të jetojmë në ditët më të bukura dhe më të vlefshme. Jemi në muajin më të dalluar të vitit, muaj të cilin jemi urdhëruar ta manifestojmë me agjerim, me të vetmin qëllim që të bëhemi më të devotshëm. Pra, ta përmirësojmë gjendjen tonë shpirtërore dhe krahas saj të fitojmë kënaqësinë e krijuesit tonë. Ajo nga çka duhet të kemi kujdes gjithmonë, por në veçanti gjatë këtij muaji, është përgojimi. Me përgojim në aspektin gjuhësor kuptojmë të flasësh për dikë prapa krahëve të tij, ndërsa në aspektin më të gjerë është të përmendësh fjalët, veprat, virtytet, cilësitë e vëllait, motrës apo dikujt tjetër, cilësitë këto të cilat ati nuk i pëlqejnë, pastaj edhe kur këto thuhen, ai nuk është prezent. Tregon Ebu Hurejra se pejgamberi alayhi selam ka pyetur: "A e dini se çka është përgojimi?" Sahabët u përgjigjen: "Allahu dhe i dërguari i tij e dinë më së miri." Pastaj u përgjigj pejgamberi alayhi selam: "Përgojim është përmendja e vëllait me diçka që ati nuk i pëlqen." Pastaj sahabët përsëri pyeten: "Po nëse ajo që themi për të është e vërtetë?" Atëherë pejgamberi alayhi selam tha: "Nëse ajo që thua për të është e vërtetë, atëherë ti ke përgojuar. E nëse ajo që thua për të nuk është e vërtetë, atëherë ti ke shpifur." Është interesante pyetja e sahabëve para 1400 e sa viteve, po nëse ajo që themi për të është e vërtetë. Ngjason shumë me të tashmen tonë kur ne themi: "Vetëm po tregoj, nuk po janë ngjas." E që nuk ka rëndësi nëse ajo që themi është apo jo e vërtetë. I ka apo jo ai njeri të metat që ne i përmendim, kjo nuk na jep të drejtën që ne të përgojojmë. Është e rrezikshme nëse kjo veti na bëhet zakon. Pastaj njeriu mund të ndjejë kënaqësi kur flet për dikë tjetër, e njollos zemrën, e prish karakterin e tij, ushqen urrejtje dhe i humb miqt. Prandaj Allahu xhelleshanuhu në mënyrë kategorike na ka ndaluar përgojimin duke thënë: Bismillahirrahmanirrahim, wala yaghtab ba'dukum ba'da, mos e përgojoni njëri tjetrin. Por në këtë ajet që Zoti xhelleshanuhu na ndalon përgojimin, ai gjithashtu na tregon edhe mënyrën se si mund të pastrohemi ose të pastrojmë veten nga kjo veti e keqe. Dhe thot: "Wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Keni frikë Allahun. Allahu është mëshirues, ai pranon shumë pendimin, duke na e bërë të ditur se përmes pendimit, i cili është shumë i rëndësishëm për robin e Zotit, i gjithëmëshirshmi na pastron nga ky gjuna. Lidhur me peshën e përgojimit, e kemi një rast që tregon Aisha radiallahu anha, e cila ishte vetë protagoniste. Ishte bashkëshortja e të dërguarit, por në një formë nxënësja e mrekullueshme për të shndruar në mësuese, apo siç njihet edhe si nëna e besimtarëve. Një ditë, teksa ishin bashkë me të dërguarin alayhi selam, ndoshta e ndikuar pak nga xhelozia, ndoshta edhe nga dashuria e madhe që kishte për pejgamberin alayhi selam, ajo bëri një shenjë me dorë duke aluduar në shtatin e shkurtër të Safijes. Pejgamberi alayhi selam i tërheqi vërejtjen duke i thënë: "Oj Aishe, the një fjalë aq të rëndë, saqë sikur të përzihej me detin, do ta prishte ujin e tij, do t'i ndronte ngjyrën. Pra, thën figurativisht, duhet të ndodhë diçka shumë madhore që ta prish ujin e detit, t'i ndrojë ngjyrën." Kjo na tregon për peshën e madhe që ka gjunahu i përgojimit. Përgojimi nuk le pa pasur pasoja edhe për botën tjetër.
Në një rast tregon Hudhejfe radiallahu anhu se pejgamberi alayhi salam kishte thënë: nuk do të hyjë në xhenet ai i cili bart fjalë midis njerëzve. Gjatë shkuarjes në Miraj, pejgamberi alayhi salam ishte vetë dëshmitari i asaj se çfarë kishte parë me sytë e tij dhe na tregon: kur unë gjita për në Miraj, pash një grup njerëzish të cilët kishin thonjë nga bakri. Me thonjë të tyre gërvishnin fytyrat dhe gjokësët e tyre. E pyeta Gjibrilin alayhi salam: o Gjibril, kush janë këta? Ai mu përgjigj: janë ata që duke përgojuar hanin mishin e njerëzve dhe sulmonin derin e tyre. Allahu na ruajt. Pra, përfundimisht, feja islame na ndalon që ta prekim dinjitetin e një njeriu tjetër duke marrë në përgojë. Madje në kohën tonë, kur komunikimi është edhe më i gjerë, edhe nëpërmjet mjeteve moderne, duhet të shtojmë kujdesin maksimal që të mos bëhemi pjesë e një mjedisi i cili na i humb sevapet tona, na i shton gjunahet tona dhe na e rrezikon të ardhmen e përjetshme. Ne do të dalim para Allahut, i cili është në dijeni për punët tona dhe do të njoftohemi hollësisht për ato që kemi bërë. Muaji i madhërisëm i Ramazanit le të jetë një mundësi që ta ushtrojmë veten të qëndrojmë larg këtyre vetive të këqija, duke vazhduar pastaj përgjithmonë ta braktisim të keqen. Duke ju dëshiruar adhurime të pranuara, ju përshëndesim me përshëndetjen më të bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.